Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun jalla jalaluhu falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Përshëndetet, selamet më të mira mbi të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, I dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shok besnik të tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Allahu Gjelle Gjelaluhu na bëf prej tyre. Të nderuar vëllezër, ky është edhe dersi I 8 me radhë, të cilën jemi në periudhën me kaset të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas zbritjes së ajetit që Allahu Gjelle Gjelaluhu ja kumtoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ayyuhal muddathir kum fa anzir, o ti imbuluar ngritu dhe kumtoju dhe qortoj njerëzit, kumtoju shpalljen. Kemi përmend se të parët ata të cilët ju përgjigjen thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte një numër I kufizuar I sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët e njihnin Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, e prej tyre Abu Bekri, e pastaj prej Abu Bekrit ka një numër I madh I sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e pranuan Islamin përmes rrugës e Abu Bekrit, për shkak pozitës së madhe që kishte Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po dhe në mesin e Qurayshve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ishte prej anës Allahu subhanahu wa taala, kuptohet dhe jo zgjedhje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fillimisht daveti, thirrja të bëhet në fshehtësi. Dhe kemi përmend se periudha që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thirrur në fshehtësi, sipas dietarëve të historisë së sirrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është 3 vite. Thonë se ka zgjatur 3 vite. Cila ishin arsyet, cila ishin shkaqet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zgjedhi që mos ta zgjeroj rrethin e Islamit apo mos të dal haptas me thirrjen e tij. S'ka dyshim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte I dërguari I Allahut, ishte njeri I cili më shumë të mbështetej në Allahun Gjelle Gjelaluhu, dhe jo pse frikej nga Qurayshët, apo frikej nga sulmi I tyne. Mi po kjo ishte dhe urtësia të cilën edhe do të flasmi dhe do të përmendemi, shkaqet dhe veçoritë që e dallojnë periudhën mekase, zakonisht, veçanërisht thirrjen 3 vjeçare në fshehtësi. E para, prej metodologjisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe prej mësimeve të para që mujna me thanë, që sahabët I mësuan në shtëpinë e Arkam ibn Abi Arkam, e që mësuesi I kësaj shkolle ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deshti të edukoj sahabët e tij, që të punojnë me ato zakonet, traditat që Allahu Gjelle Gjelalu I ka vendosur në tokë. Apo mujna me mirë me thanë, me ligjet hyjnore të cilat Allahu Gjelle Gjelalu I ka vendosur në tokë. E prej ligjeve hyjnore që Allahu I ka vendosur në tokë, është marrja edhe shkaqeve të duhura në rrethanat e caktuara. E që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si shkak I rrethanave të cilat ishte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përhapi gjatë këtyre 3 viteve thirrjen në fshehtësi. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dinte se si grup ata të cilët I shoqëronin pejgamberin alayhis salam ishte shumë I vogël. Dhe donte që fillimisht që ai grup të forcohej. Ai grup fillimisht të edukohej në tauhid, të forcohej që pastaj kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del haptas, të jetë I qëndrueshëm dhe të jetë I gatshëm të ballafaqohet me çdo sfidë të cilat mund ta përballonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thash, prej ligjeve hyjnore që Allahu Gjelle Gjelalu I ka vendosur në këtë kozmos, është se të mirën sebepet dhe shkaqet e duhura në situata të ndryshme. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muna me thonë, kur edukoi gjeneratën më të mirë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, 13 vite në Mekke, edhe 10 vite në Medine, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la burrat të mëdhaj pas vetës e tij,
që e dim edhe fort mirë gjatë historisë, do ta përmendemi në vazhdim, që pas vdekjes së Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ajo çka ju mungante sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vdekjen e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, ishte vetëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si trup, si fizik, dhe ishte shpallja. Nga se me shpalljen shpeshherë problematikat të cilat e godisnin umetin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zgjidhte shumë lehtë. Mirë, po nuk ju mungante diçka tjetër përveç shpalljes dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si personalitet. Përndryshe, sahabët Ebu Bekri radhiyallahu anhu, Omeri, Uthmani, 4 khalifët e drejtë, e vazhduan rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi ata për gjatë 23 viteve. Edhe qenë ata burrat të cilët e shpërndan islamin. Përkundrazi, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në krye me Ebu Bekrin, pastaj Omerin, Uthmanin, Aliun dhe këta sahabët të mëdhaj, u shliruan shumë vende dhe mbriti islami deri edhe tek ne sot ku jemi. Çka po du me thonë me këto shkurtimisht? Është se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u edukuan se si ti marrin shkaqet bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ti përgjigjen rrethanave të caktuara. Andaj me një aspekt sahabët u edukuan plot 23 vite që ta bartin këtë shpallje. E ky është njëri prej mësimeve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha sahabëve të tij gjatë kësaj periudhe sa ishin në fshësi. Shkaqet tjera që i thash, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendosi, edhe pse kjo ishte nga ana e Allahut, që thirrja në fillim të ishte në fshi, në fshehtësi, thash se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte që t'i përgatiste sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam t'i kaliste ata me din, me fe, me tauhid, që kur të ballafaqohen me rrethana të ndryshme, të janë të gatshëm të ballafaqohen me çdo situatë e cila ka mundësi t'i godiste ata. Shkaku tjetër është natyra në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte jetuar. Ishte rritur edhe vendi se Mekën do të ballafaqohej. E s'ka dyshim se Kurejshit, fisi i Kurejshve dhe ata paria e Kurejshve të cilët ishin zotërit e atij vendit, ata kujdesishin për Ka'ben, shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Megjithëse ata i bën shirk Allahu xhelle xhelalu, ata e ndinin veten krenar me atë. Veç asaj ata i shfrytëzonin gjithë ata haxhiler të cilët vinin edhe bënin tregti gjatë kohës së haxhit. I shfrytëzonin. Veç asaj ata ishin me një aspekt zotëri të cilët u përgjigjeshin për në Mekë. Edhe tash, për një moment, brenda 24 orëve, me dal dikush dhe me urzu komplet historikun e tyre, e që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrë graduale do të ballafaqohej me ta, me i rrëzu komplet ato të cilën e kanë adhuru babe babgjysh prej idhujve, të vërtet se kjo është e vështirë. Andaj prej maslahatit, prej dobis, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e pa të arsyeshme që thirrja fillimisht jetë e fshehtë në persona të caktuar, në persona të besueshëm, sikurse ishte Ebu Bekri dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët të parët e pranuan Islamin, dhe familja e ngushtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për e marrë një shembull konkret. Në kohën e komunizmit, qoftë në komunizmin e atyre pakicave të muslimanëve që kanë jetuar në Bashkimin Sovjetik, po edhe komunizmin të cilën kemi pas në Shqipëri, ata pak muslimanë të cilët e kanë mbajtur Islamin, fort mirë dini se çfarë kanë përjetu dhe si kanë pas mundësi me mbajtur Islamin ata. Ka qenë aq shumë të shtypur, aq shumë përcjellur, sa që edhe mushafin si mushaf Kur'anin s'kan nguxu me mbajtur në shtëpinë e tyre. Për shkak regjimit të egër të komunizmit që e ka luftu Islamin edhe fenë përgjithësi. Veç asaj, edhe agjerimin që e kanë bën ata, e kanë bën shumë në mënyrë të fshehtë. Saqë me i ndëgju ata të cilët e kanë përjetu komunizmin në Shqipëri, tregojnë ngjarje interesante të cilat ndoshta nuk i kemi ndëgju sprova të tilla vetëm se nga muslimanët sahabët e parë të cilat i kanë përjetu kur janë ballafaqu me mushrikët. Saqë prej tyre kanë agjeru, gruaja ka agjeru në shtëpi pa dijenin e burrit. Se ka frikë se ndoshta burri është ai i cili nuk është komunist edhe e shpionan të shteti. Ose në të kundërtën burri ka agjeru pa dijenin e gruas.
Edhe si fyr ku janë ngrit me e ban, nuk i kanë dhënë dritat se mos ndoshta fqini po i sheh edhe po dikton se këta janë çuma agjëru. Kështu sahabët e parë, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë shpërndar islamin dhe e kanë mbajt islamin. Për ata transmetohet se në një për rasteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka urdhëruar sahabët që mos me bë mbledhje të mëdha dhe secili 2 apo 3 veta me fal namazin prej namazeve që kanë qenë fillim të obligume, jo 5 kohë namaz, mirë po siç transmetohet edhe kanë përmend dietarët se prej namazeve obligative që kanë qenë fillim kanë qenë 2 recate në mëngjes edhe 2 në mbrëmje. Dhe namazin i natës që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë. Dhe shpeshherë sahabët janë veçuar për logina të ndryshme dhe kanë fal bashkërisht 2 apo 3 veta namazin. E një prej rasteve transmetohet se Abdurrahman ibn Aufi është ballafaquar me disa mushrik, të cilët e kanë shah apo kanë kesh apo entall me Abdurrahman ibn Aufin. Dhe i ka godit me një asht një gomarit. Abdurrahman ibn Aufi janë prej mushrikëve e që thuhet që i pari është ai i cili ka bërë xhihad në rrugt të Allahut prej sahabëve para se mu bë obligim xhihadi që është bërë në Medinë. E për mas mu ballafaqu me situatat e tilla që të shpërndahet Islami në mënyrë perfekte, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëra prej arsyreve zgjedhi thash që Islami të shpërndahet në mënyrë të fshehtë. Gjatë kësaj periudhe gjithashtu prej mësimeve që i marrëm që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju dha sahabeve është edhe suneti i Allahu xhelle xhelaluhu e të ndryshuarit njerëzve që ndryshimi duhet të vijë nga ne dhe jo ta presim gjithherë nga ana Allahu xhelle xhelalu. Edhe kjo është rregull të cilët duhen të punojnë muslimanët gjatë gjithas periudhave, jo vetëm në periudhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe sot e kësaj dite. Me një fjalë, ndryshimi vjen kur ne i marrmi hapat e ndryshimit dhe jo t'i presmi gjithherë nga ana Allahu subhanahu wa taala. Edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte i dërguar i Allahut, kishte mbrojtje të veçantë. Mirë po pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mori këto shkaqe që t'i edukoj sahabët e tij se përgjatë gjithë jetës së tyre të punojnë në metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur do të flasmi më vonë te hijreti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi sa i ka marrë shkaqet. A nuk ka pas mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të udhëtoj ta lut Allahun xhelle xhelaluhu, që të udhëtoj prej Mekës në Medinë pa pas nevojë për deve. Pejgamberi i Zotit ka qenë. A nuk ka qenë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam që do të flasim më vonë për ngjarjen e Isras dhe Mirajit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam brenda natës ka udhëtuar prej Mekës në Mesdul Aqsa. A nuk ka mund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të udhëtojë gjithashtu prej Mekës në Medinë pa pasur nevojë për shoqërues, pa u fshehur nga armiqtë e Islamit? Mirë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë metodologji ka vendosur rregulla që i shërbejnë umetit deri në ditën e gjykimit, se si duhet mirën sebepet, bashkarisht me mbështetjen e Allahut xhelle xhelalu. Nëse Allahu subhanahu wa taala thot, inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Se më të vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit derisa ata t'i marrin hapat e duhur të ndryshojnë gjendjen e tyre. Për ata ky rregull që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka praktikuar në Mekë, e që gjatë gjithë jetës e tij dhe sahabët dhe gjenerata të tjera deri me sot ky rregull vlen edhe sot. Andaj Allahu xhelle xhelal nuk e ndryshon gjendjen e një populli i cili është pajtuar me jetu i nënçmuar dhe i pushtruar në thundrën e armikut, derisa ata t'i marrin hapat që i ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ndryshimin e gjendjes së tyre. Edhe sot e kësaj dite s'ka mundësi muslimanët me ndryshu veten e tyre, me ndryshu gjendja e umetit, derisa ata nuk i marrin shkaqet që i ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkaqet e ndryshimit, shkaqet e përmirësimit. Duke nisur nga vetja jon, familja, rrethi, shoqëria në përgjithësi. Andaj edhe kjo është një rregull që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e vendosi për sahabët e tij gjatë kësaj periudhe, se ndryshimin duhet ta bëjnë ata dhe jo ta presin nga ana Allahu xhelle xhelaluhu. Duke i marrur shkaqet e duhura, s'ka dyshim. Gjithashtu prej rregullave që mund mi përmend ose prej veçorive që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka veçuar gjatë periudhës mekase, veçanërisht kësaj periudhës që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thirrë në fshehsi,
është edhe rregulli e tadarruj që i thonë, gradualiteti, që gjërat vinë në mënyrë graduale. Çdo sen të vjen në mënyrë graduale, sikurse edhe ka zbritur Kur'ani. Që e dim se Kur'ani ka zbritur për 23 vite në mënyrë graduale dhe nuk ka zbritur për një natë në tokë. Mirë po pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka ndodhur ngjarje, edhe si përgjigje atyre ngjarjeve pejgamberit Allahu xhelle xhelalu i ka zbritur ahkam, rregulla, i ka zbritur ajete se si mi u përgjigj rrethanave të ndryshme. Andaj edhe me këtë rregull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u mësoi sahabeve që çdo gjë të shkojnë në mënyrë graduale hap pas hapi dhe e sigurt. Andaj edhe ndryshimet që ne edhe sot e kësaj dite, kur dëshirojmë me i bë në rrethin ton, në familjen ton, me ata të cilët na i thrasemi në din, duhet nisemi hap pas hapi, ai çka është më parsorë, duke renditur secilin gjë në vendin e vet. Dhe jo t'ju flasemi njerëzve për rregulla e për gjëra shumë të mëdha, kurse ai ka problematik me tauhidin. Na shpesh herë ndoshta njerëzve ju flasemi për namazin, edhe ju flasemi për dispozita tjera sikurse zekati, e që shumica njerëzve s'kan qef mi përmend me i prek në çështjen e pasurisë, e nuk ju flasemi për çështjen e tauhidit, që është më parsorë. Nga se ai i cili e kupton tauhidin, ai i cili e njeh Allahun dhe madhron Allahun, ati s'ka nevojë mi fol 24 orë për namaz. Ai përgjigjet vetë Allahut xhelle xhelalu. Ai i cili e njeh Allahun xhelle xhelalu, e madhron Allahun, beson ditën e gjykimit, beson llogarin, ati s'ka nevojë shumë me i fol për zakatin, kurse e din hakun që e ka ndaj Allahut. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht në këtë periudhë u përqendrua që t'ju mësoi sahabëve të tij tauhidin, akiden e pastër. Nëse e dim nëse banorët e Mekës në përgjithësi në gatishmën arabik ishte shpërndar shumë idhujtaria. Saqë nuk ishte familja që nuk ishte ndonjë idhuj në shtëpinë e tij. Edhe në udhëtimet e tyre, edhe në festat e tyre, dhe çdo sen ata i shoqëronten nga një idhull. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht deshi që ti edukoi sahabët e tij me tauhid, me akide, e pastaj të vinë ahkam, dispozita, sikurse kanë ardhur pastaj në Medinë, sikurse thot Allahu xhelle xhelaluhu, wa Qur'anan qara'nahu wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'ala an-nas. Dhe na këtë Kur'an, të cilën e kena nda pjesë në mënyrë graduale, që ti t'ju lexosh njerëzve ala mukthin, që t'jetë hap pas hapi, kohë pas kohe, që t'ju përgjigjet situatave të cilat ballafaqoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe jo që ai të zbret mbrëmje natë, që t'ju zbret komplet rregullat e Kuranit, nëse do të ishte shumë e vështirë, edhe shumë e vështirë mu ballafaqu me rregullat të cilat kanë zbritur në Kur'an brenda një nate. Kurse na thash e dim gjendjen, edhe kemi përmend gjendjen të cilët kanë jetuar banorët e Mekës, Kurejshit, se si kanë qenë të zhytur në adhurimin e idhujve, se si kanë qenë të zhytur në harame, si për shembull alkooli, se si ka zbritur ndalimi i alkoolit në mënyrë graduale. Fillimisht Allahu xhelle xhelaluhu na ka përmend damin e alkoolit. Ju ka përmend Kurejshve, Arabëve, damin e alkoolit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an: "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, kul fihima ithmun kabir." E kur të pyesin tyje për alkoolin edhe bigjosin, thuaj se në ato ka gjunah të madh, ka dëm të madh. Mirë po ka edhe dobi, po dami i tyre është më i madh se sa dobia. Fillimisht Allahu xhelle xhelaluhu ja u zbriti arabëve, ju zbriti muslimanëve të parë këto ajete që më u përkujtu se më të vërtet këtë alkoolin të cilën ju po e përdorni, kjo është i dëmshëm, kjo është i keq. Nëse ishin të vështirë ata të cilët janë rrit, kanë jetu me alkool, dhe ato gjunahe që brenda një natës mi u përgjigj urdhit të Allahut. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti ajetin tjetër kuranor: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara." O ju të cilët keni besuar, mos ju afroni namazit duke qenë ju të dehur, nga se nuk e dini se çka thani. Edhe mund në vend se me adhuru Allahun, ka mundësi të nxjerrë ndonjë fjalë që hidhron Allahun. Kjo hapi i dytë, edhe hapi i tretë, kur Allahu xhelle xhelaluhu e zbriti ajetin që ju ndaloi sahabeve, muslimanëve
përdorimin e alkoolit, mirë po kjo pas një periudhe krejt të gjatë. Edhe kjo është njëra prej rregullave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vendosi gjatë kësaj periudhe, rregulli i gradualitetit. Pastaj ajo çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi gjeneratat e para, mirë po mund të themi edhe krejt periudha me kase. Ajo çka e dallon dhe çka veçon prej periudhës medinase pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se të gjitha ajetet e Kuranit, të gjitha surat të cilat kanë zbrit gjatë kësaj periudhe janë që kanë të bëjnë me besimin, me akiden, me tauhidin, me largimin nga idhujt. Në këtë periudhë Allahu xhelle xhelaluhu deshti të edukoj sahabët e tij, të edukoj sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me tauhid, me akide, me besim. E që pastaj kur zbritnin ajetet dhe zbritnin parimet, zbritnin dispozitat, ata ishin të gatshëm ju përgjigj dispozitave të Allahut. Sikur se e përmenda në fillim, kur ti ja mëson akide njerëzve, kur ti ja mëson me njoft Allahun xhelle xhelaluhu njerëzit, kur ti ja mëson me pas frikën Allahut xhelle xhelaluhu njerëzit, ata shumë atlete kanë mu përgjigj dispozitave të Allahut. Mirë, po si mi u thonë banorëve të Mekkes, ju lënë alkoolin kurse ata hidhronin idhujt përveç Allahut. Ose ku ta diun prej dispozitave tjera të cilat kanë ardhur në periudhën medinase. Andaj kjo ishte edhe rregulli i tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u mësoi gjatë kësaj periudhe tauhidin, akiden, kuptimin e kaderit edhe kadas, kuptimin e caktimit të Allahut xhelle xhelaluhu. Se prej tauhidit, prej akides është edhe të besuarit në kader, në caktimin e Allahut xhelle xhelaluhu. Nga se sahabët kishin për të ballafaqu, edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte mu ballafaqu me popullin e tij. Sikurse edhe e para lajmëroi Waraka, kur shkoi bashkë me Hatixhen në ajetet e para që i zbritin Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha se nuk ka ardhur dikush me atë në të cilën ti ka ardhur vetëm se populli i tij e ka luftuar, vetëm se populli i tij e ka nxjerr për vendin vet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi dhe këtë ja u mësoi sahabëve, që ata ta mësojnë tauhidin, ta mësojnë akiden, ta mësojnë kaderin, që fillimisht të pajtohen me atë që ju ka shkruar Allahu xhelle xhelalu. Që ata kur të ballafaqohen me sprovat, të pajtohen me caktimin e Allahu xhelle xhelalu dhe me zgjedhjen e Allahut, të bëjnë sabër në ato që ka zgjedhur Allahu për ta. Dhe zemrat e tyre të janë më të qeta në ato që ka zgjedhur Allahu për ta. Krejt këto janë si rezultat i kuptimit të drejtë të kaderit. Gjithashtu, prej gjëra dhe prej veçorive që mujna me i dallu gjatë kësaj periudhe, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj periudhe u detyrua që të edukoj sahabët që të mos ballafaqoheshin as verbalisht, po as fizikisht me parin kurejshite, me njerëzit të cilët ishin zotrin të Mekkes dhe ta shfaqnin ose ta mbanin islamin me zvete, me njerëz të besueshëm dhe besnik që ishin rrethi i vogël i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi Abu Dharr al-Ghifari, i cili nuk ishte prej fisit Quraysh, me pranu islamin dhe e pranoi islamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i tha? Tha shko te familja jote, shko te fisi yt. Dhe kur të ndëgjon se kam dal haptas me i thirr njerëzit në islam, atëherë eja dhe bashkangjitu. Nga se ishte koha e shpërndarjes së davetit në fshehësi, në persona të caktuar. Për ata edhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç transmetohet se Khabab ibn Arrat është takuar me Said ibn Zeidin dhe gruan e tij Fatimas dhe i kanë lexuar ajetet që kanë zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpitë e tyre. E dikush në ndonjë liguin, e dikush në ndonjë shpellë, e dikush në ndonjë mal, vetëm që mos të ballafaqoheshin drejt për drejt me Qurayshit. Që vetëm mos ballafaqoheshin me ata të cilët thash ishte e pakapshme që ti për një natë ti u rrënosh gjithë atë të cilën ata kishin ndërtu, qoftë edhe batil brenda një natës. Për ata e keni pasë sa është vështirë të komunikosh me një person i cili e ka jetu kohën e tina në ateizëm me vite, ose në komunizëm.
ka lind, është eduku, është rrit, ka bo vite, 60 vite, 70 vite, i ka shërby ati sistemi, sa vështirë është me a shkoqit, me a largu, me e pastru, prej ati dryshku të ateizmit të cilët aje ka kultivu me vite. Nëse ai ka shërby, ai ka besu, ai ka jetu me to. Andaj edhe kjo është e vështirë me të vërtet edhe ballafaqimi me Kurajshet në fillet e para. Nga se është e vështirë me ato të cilën ai është eduku, është rrit, ka thirrë në të, krenohet me të, që ti të ballafaqohesh me të brenda një natës, edhe ai të beson dhe ta pranon besimin tënd. Andaj edhe kjo është një prej veçorive që e dalloj gjatë këtë kohën e thirrjes në fshehtësi, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i këshillonte sahabët që të mos ballafaqoheshin fillimisht me Kurajshit dhe ata të cilët i adhoronin idhujt. Andaj me përmbledh shkurtimisht ajo që ka dallon këtë periudhë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mësonte sahabëve të tij në shtëpinë e Arkam ibn Arkam, që ishte një grup shumë i vogël i sahabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse ishin prej sahabëve të dalluar, është se Allahu xhelle xhelaluhu gjatë kësaj periudhe zbriti ajetet të Kuranit që i edukon të sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në tauhid, mësimin e tauhidit, pastaj mësimin e moraleve të mira. Nga se shumë tradita që ishin të përhapura në mesin e Kurajshëve, përveç adhurimit të idhujve, ato ishte i përhapur edhe fanatizmi për atë racën e tyre. Fanatizmi, racizmi. Ishte vështirë për Kurajshit dhe ata parinë e madhe të Kurajshëve që mu ul në një mexhlis me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, duke qenë edhe Bilal ibn Abi Rabah. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mësoi sahabëve të parë që mos të jenë për atyre që bëjnë dallime mes të bardhit dhe të zeut. E kjo është prej moraleve më të larta që duhet të edukohet muslimani edhe sot të kësaj dite. Edhe ajo që më shumë sot ndoshta ju kushton muslimanëve është kjo, që bëjnë dallime mes njëri tjetrit dhe s'kan mundësi me eduku veten e tij, që bashkë me një saf me qenë edhe i bardhë dhe i zeu. Edhe arabi dhe jo arabi. Ajo që sot është përhapur shumë, sidomos në vendin tonë. E që Allahu xhelle xhelaluhu e ka rrënu këtë ignorancë në mesin e arabëve. Andaj muslimani falet pas arabit dhe jo arabit. Në një saf, Islami i bashkon të gjitha kombet dhe nuk bën dallim mes kombesh. Në një saf, Islami i bashkon të gjitha racat dhe nuk bën dallim mes racash. Nga se i bashkon fjala më e lartë, fjala la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Andaj kjo ishte prej veçorive që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe prej mësimeve të para që deshi t'i u kalit sahabëve të tij radhiyallahu ta'ala anhum. Pastaj gjithashtu prej gjërave që ajeteve të cilat e edukuan gjeneratat e para, e sidomos gjenerata e këtyre burrave gjatë kësaj periudhës në fshehtësi, ishte edhe mësimet edhe ajetet të cilat tregonin për popujt të cilët kanë jetuar para nesh, se si pejgamberët sallallahu alaihi wasallam alayhimus salam janë ballafaquar me popujt e tyre, sprovat e tyre, që ishte një mësim për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ajetet të cilat flasin për xhenetin, ajetet të cilat flasin për zjarrin, që ishte njëna prej këshillave që Allahu xhelle xhelalu deshi të edukoj sahabët e parë që ata të shpresonin në shpërblimin e Allahut, të largoheshin prej harameve të cilat e rrezikojnë dhe e kërcënojnë jetën e tyre me zjarr të xhenemit. Të gjitha këto mësime ishin apo e dallojnë këtë periudhë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thirrri në fshehtësi. Derisa pas kësaj periudhe, pas 3 viteve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i zbriti edhe ajeti koranor që Allahu xhelle xhelaluhu i urdhëroi ata. E urdhëroi Allahu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'i thras fisin e tij, farafisin e tij edhe me gjër Kurajshit në përgjithësi, thot Allahu xhelle xhelaluhu për ajeteve të cilat e obliguan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pastaj që t'i thras njerëzit haptas, wa anzir ashiratak al-aqrabin, dhe thirri farafisin tënd më të afër, wakhfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin, dhe përgdhali bëhu i but, bëhi moral shumë me ata besimtarë të cilët ty të pasojnë, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas këtij ajeti kuranor
urdhërua që t'i thras njerëzit haptas. Sikur se transmeton Ibn Abasi radhiyallahu anhu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipi një ditë në Safa, që është kodra më e njohur Safa dhe Marwa në Qabe, dhe i thirri të gjithë familjet e fisit Quraysh me emra që ata të uleshin për rreth tij apo të tuboheshin rreth tij, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte të proklamonte, donte t'i thërriste në diçka që ata deri me tash ndoshta nuk ishin dëgjuar, e se çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, se çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrri ata në kodrën Safa. Do ta mësojmë në dersën e radhës, me kaq po përfundojmë. Qul qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.